Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në plus minus 18, jemi në fund vit thuajse, sot është data 30, dhe ne do të flasim për atmosferën e fund vitit dhe veçanërisht për vetmin. Në fakt, fund viti është një periudhë ku ka shumë buzëqeshje, ka shumë foto perfekte, ka shumë gëzim në rrjetet sociale, por nga ana tjetër të rinjt shpeshherë i gjen edhe vetëm. Dhe pse në një kohë kur duket sikur mundësitë janë shumë të mëdha për t'u lidhur, në fund vit ndihet një atmosferë vetmie. Ne do ta diskutojmë këtë temë sot në studio, që është një temë shumë interesante, me panelin e parë që janë dy të rinj dhe menjëherë më pas do të flasim me panelin e dytë. Kam dy vajza shumë simpatike dhe i prezantoj menjëherë Rina Lami, 21 vjeç, dega psikologji viti 3. Përshëndes, faleminderit që jeni në program. Mirë se erdhe, dhe Klea Meço, 22 vjeç, dega psikologji viti 3. Klea, mirë se erdhe. Faleminderit që je këtu. Përpara se të nisim bisedën për vetmin, dashurinë dhe si ndjeni ju në këtë fund vit, si ishte viti në përgjithësi për ju? 2025. Në përgjithësi për mua ka qenë një vit i qetë. Disa qëllime janë arritur fatmirësisht. Dhe për sa i përket vetmis, qëllimi përfundimtar akoma jo. Në më thënje vetëm. Por sa i përket objektivave që the që i ke arritur, çfarë arrite këtë vit që në një farë mënyre të bën të ndihesh krenare me veten? Po, lidhen më shumë me jashtë jetës personale, flasim për shkollën, punën, gjërat e tilla. Ke dalë me rezultate të mira, ndërkohë je ato qëllime që kam dashur objektiva janë arritur plotësisht. Në çfarë pune bën? Unë punoj shërbim kliente. Edhe lidhet më shumë me shkollën, pasi puna ka qenë gjithmonë aty, pothuajse mirë ka qenë çdo vit, por me shkollën kam pasur rezultate që kam dashur gjithmonë. Rina, po ti? Si ishte 2025 për ty? Dhe për mua, përgjithësisht ka qenë shumë e qetë, dhe për mua fokusi ka qenë shkolla, pasi këtë vit jemi dhe në vitin e 3 dhe ka qenë fokus pjesë e diplomimit. E në fakt shumë të rinj e konsiderojnë si vitin më të vështirë, si determinant? Ndoshta nuk është aq i vështirë, pasi jemi goxha të futur në fushë, por kjo pjesa e provimit të diplomës, përfundimi është një hap goxha i rëndësishëm. Patjetër, po, se duhet zgjedhim edhe pjesën e masterit. Po kërkon më shumë angazhim se 2 vitet e tjera? Besoj që po, sepse duhet arrijmë një mesatare të cilët kemi mundësi për më shumë zgjedhje. Dhe? Përveç shkollës? Si ishte viti 2025? Të jemi sinqert, nuk ose kam qenë në kërkim, pasi jam fokusuar më shumë tek pjesa e shkollës. Dua ta mbaroj edhe këtë vit dhe besoj që viti tjetër. Po tej anës sentimentale, flas në përgjithësi. Ju në fund të vitit e bëni këtë një si lloj rezume, duke thënë që ishte viti im ose si ishte viti im? Ishte një vit kot, ose ishte një vit me sens, ose një vit që wow. Mua më ka ndodhur për shembull që kam pas vite që kanë qenë wow, dhe vite që kanë qenë të këqinj, dhe vite që kanë qenë as kështu, as ashtu. Unë në fakt, gjithmonë në datën 31, bëj gjithmonë një listë që unë dua ta arrij për gjatë vitit, dhe besoj që këtë vit e kam arritur diku tek 70%, domethënë. Dhe jam e kënaqur sepse asnjëherë nuk mund të arrish 100%. 30% që më intereson mua. Çfarë nuk arrite? 30% që ndoshta gjë e parë ndoshta është kjo pjesa që nuk kam gjetur një person që të jetë i duhur. Kjo merr goxha përqindje, besoj. Pastaj pjesa tjetër, me shkollën jam shumë e kënaqur, ndoshta më shumë angazhim tek vetja ime për ta shijuar më shumë, pasi jemi fokusuar më tepër tek shkolla. E kemi lënë pak anash argëtimi dhe gjërat që të rinj duhet i bëjnë. Eksperienca që ju kanë shënjuar më shumë gjatë këtij viti, mbani mend, ka ndodhur apo s'ka pasur asgjë për t'u shënjuar? Për mua ka qenë shumë arritja që kam marrë në fund të vitit kaluar, të cilës më shtyvi që të isha goxha edhe më e qetë. Rezultatet? Rezultatet, po, patjetër. Isha me një mesatare të mirë, por që tani jam akoma dhe më e kënaqur. Mora edhe bursën atë që unë doja ta bëja, domethënë, dhe për mua ka qenë një gjë shumë e mirë ajo. Isha shumë e kënaqur me veten time, po. Të kërkoj shumë mundim apo erdhi organikisht? Erdhi vetë, domethënë nuk ose u lodha aq shumë sa thuhet. Shkove shumë për te kapaciteteve të tua. Jo, thjesht u angazhova më shumë se vitin e parë, domethënë. Të kërkoj më shumë disiplinë. Po, po. Klea? Gjithashtu për mua rezultatet kanë qenë ato që prisja, ato erdhën dhe kjo ka shënjuar më shumë te ky vit.
Dhe kjo më bën të kuptoj që edhe viti që po vjen do jetë edhe më i vështirë, do kërkoj edhe më shumë mundim, edhe sikur na kanë filluar pak ato streset që tani. Festat si po i përjetoni? Jemi në fund të vitit, atmosferën e keni ndjerë të mirë këtë vit, e keni ndjerë të vakët, disa të rinj që kanë qenë në studio, nuk e di pse ka një tendencë të thua që këtë vit nuk e ndjeva dash shumë. Gjithashtu edhe unë, nuk e di Edhe juve? Se më duket kaq E vakët? shumë. Po pse, mendoni që ka të bëjë me të brëndshmen ton, apo me të jashtme, me faktor të jashtme? Po na bëhet diçka shumë rutinë, domethënë dhe kjo festat e fund vitit janë të njëjtit njerëz, nuk po organizohet diçka më ndryshe, dhe duket diçka që thjesht duhet kaluar edhe do mbaroj. Asnjë surprizë, asnjë emocion i ri, asnjë... Unë mendoj se ka ndikuar më shumë faktorët e jashtëm, pasi unë personalisht kam vite që nuk e ndjej atë atmosferën festive. Sa vite ke? Sa vjetë që ti kle? Jo, thjesht ka vite, mendoj se ka qenë më shumë e lidhur me pjesën që kemi qenë më të vegjël, fëmijë dhe i ndjenim ato. Kjo pastaj vjen me shkëputje. Po, dhe prandaj ka ndodhur kjo shkëputja. Po planet për vit të ri cilat janë? Neve të rinj kemi atë shprehjen që deri në 12 me të shtëpisë, pastaj me rinim, por që pas 12 besoj që do flemi një gjumë shumë. Në gjumë. Nuk do dilni pas 12-s. Nuk e besoj. Ua, shumë kam dëgjuar, nuk e di, këto ditë që nuk do dalim, do bëjmë darkën me familjen dhe do rrim në shtëpi, po pse? Është çështje mundësish ekonomike, është çështje që nuk doni të konsumoheni, lodheni, pse? Ndoshta ndikon edhe pjesë e shoqërisë, ndonjëherë gjatë rrugës nuk është ajo që ke pasur, gjithë secili ka prioritetet e veta. Keni humbur miqësi gjatë këtij viti? Unë po. Keni pasur ndarje miqësore, dashuri ose? Po, miqësore po. Keni humbur? Po. Po pse? Pse erdhi kjo? Sepse unë mendoj se kur arrin ndoshta një pjekuri emocionale, arrin t'i kuptosh gjërat pak me një sy më kritik, edhe kjo më ka bërë mua, thjesht fillova të shikoja realitetin ashtu siç ai ishte. Një zhgënjim, për mënyre, një zhgënjur. Unë mendoj që lidhet më shumë me prioritetet, gjithë secili me moshën, ndryshon prioritetet, në një farë mënyre. Dhe normalisht edhe shoqëria do marrë hapësirat e veta, nuk do jetë gjithmonë njësoj. Është më se normale. Po miqësia që vjen nga fëmijëria? Vazhdon? Po, ato shndrojnë. Ato janë gjithmonë si familje. Ato pranohen në fakt pas një lloj kriteri, siç është edhe familja që nuk e zgjedhim, duket sikur edhe ashtu funksionon edhe me shoqërinë e fëmijërisë. Mirë, ti Irina më thash që 30% ishte ajo pjesa që nuk ke gjetur personin e duhur. Dhe duhet ma elaborosh pak këtë. Më thënë, është ideja e të përjetuarit një emocion të ri më shumë, apo gjetit e një partneri tjetës? Unë besoj që gjithë shka lidhet me emocionin. Dhe unë besoj faktin që në qofë se e njef një person dhe ta bëm bam, që në fillim është i duhuri. Dhe atë po presë. Po mund ta bëj dhe bam dhe së është i duhuri, e? Se ka të reguar këtë jeta. Ka të reguar, po shpresojmë që të vidu. Po që një emocioni fort është një start i mirë, pastaj çfarë vjen më pas, është edhe pjesë e rrethanave dhe nuk varet çdo gjë nga ne. Ndërsa unë mendoj se një ndër arsyet se pse të rinjt sot ne jemi vetëm, është jo sepse kemi dështuar për të gjetur dashurinë e jetës, por mendoj se thjesht marrëdhëniet sot janë më të pasigurta, janë më të paqarta dhe kërkojnë marrëdhënie pa angazhime, pra pa një përfshirje emocionale. Dhe unë nuk mendoj se shumë të rinj janë single, thjesht mendoj se shumë të rinj nuk janë të angazhuar emocionalisht, sepse mendoj se dhe teknologjia ka ndikuar goxha, ne kemi komunikim, por nuk kemi një lidhje të vërtet emocionale me njerëzit. Dhe tani kjo është kthyer në një normalitet dhe kjo e prodhon më shumë vetmin, mendoj unë. Ju raportin me të qenurit vetën si e keni? E vuani? E keni si një sens të fort lirie? Apo është një gjendje që mësohesh të bashkëtosh, të jetosh me të dhe kaq? Është më mirë një marrëdhënie, është më mirë mos të jesh në një marrëdhënie se sa të jesh për shumë në një marrëdhënie që ku ti nuk e gjen veten, po edhe që nuk është e shëndetshme, kështu që mendoj më mirë vetëm.
por që nuk e vuan faktin që je vetëm. Nuk të shqetëson. Nuk je kështu gjithkohon me një llampë që të ndizet, do doja dhe unë të... Jo, është mirë pritur Doja të ato ardhur, foto që shojmë të gjithë në rrjetet sociale, në çift, që duket sikur edhe për vit të ri ka një tjetër peizazh nga mbrapa, një perfeksion që vërtet duket si nëpër filma, dhe ne këtë e shohim në jetën reale të njerëzve, domethënë një pemë nga mbrapa, një gotë, veshje dimri, ngjyrat. Ju frymëzojnë këto të krijoni një marrëdhënie? Patjetër. Duket shumë interesante, por problemi është që sa e vërtet dhe sa reale është ajo që Pra e keni këtë fotografohet. pikpyetjen që... Unë mendoj që është një kornizë e cila na fut në mendime, na shtyn, por realiteti nuk e Ishtë na besoj. prishte rrezikun në një farë mënyre, por që nuk e besoni që mund t'jetë aq e bukur. Nuk e besoj, nuk ka perfeksion as një lloj konteksti. Megjithatë, mund të rish gjithë vitin vetëm, dhe nuk është asnjë problem. Je e angazhuar, ke planet e tua, etj. Ke jetën tënde, por në fund vit, siç ka një atmosferë që mund edhe të ta shtoj pak të melankolin, apo vetmia të t'japi pak më shumë efekt. E ndjeni më shumë në fund vit? Po, është presioni social tepër edhe krahasimet, pasi të kaplon ndonjëherë ajo ndjesia. Edhe gjithashtu, nga që ka edhe më shumë njerëz në fund vit mblidhesh me më shumë njerëz edhe ajo trysnia që të pyesin, ndoshta ta shtojnë edhe ato disi. Unë mendoj që është një periudhë që ta heq pak mendje, nga që nuk është se ke dhe shumë kohë të mendosh. Po, sepse ka shumë njerëz, domethënë ke me çfarë merresh, është mund të jetë gjë e fundit që mendon në ato momente, sepse janë festa të cilat shijohen me familjar, nuk është se del diku dhe ke njohje të reja me persona që mund krijosh diçka, janë shumica e familjar dhe thjesht shijon kohën me ta. Një raport ju e shikoni më shumë për mirëqenie emocionale, pra për dhënë diçka ekstra në jetën tuaj, apo mund të ketë dhe benefite të tjera? Nuk e di, disa mund ta mendojnë për status, disa mund ta mendojnë për kuriozitet, aventurë. Për ju çfarë signifikon të qenurit në një lidhje, në një raport, dashurie? Unë mendoj se përmbush më shumë nevojat e brendshme që një individ ka, se sa pastaj nëse një person ndikohet shumë, intimidohet nga të tjerët, mendoj se po, edhe për një status, ose për të thënë që jam në një lidhje të shëndetshme, jam shumë e lumtur, ndërsa për sa i përket thjesht nevojave të brendshme, mendoj se ndihesh më i plotësuar absolutisht, dhe nuk mendoj se ndikohet shumë nga të tjerët, një person që e di se çfarë do me të vërtet. Unë mendoj që është një lodhje shumë e madhe nëse lidhesh me një person vetëm për të përfituar diçka, sepse ajo që do të duhet gjatë gjithë jetës është një qetësi shpirtërore, mendoj. Sepse nuk mund të shtyhet jeta me një person të cilin nuk e do vetëm për të përfituar diçka shumë minimale në fund ditës, sepse jeta nuk është vetëm punë apo status. Përveç elementve si që janë rrjetet sociale, apo këto fotot, perfekcioni që serviret në mënyrë gratis nga të tjerët, keni ndonjë lloj presioni ju nga familja për të menduar për ta patur në planet tuaja një raport serioz? Unë personalisht jo, pasi ata e din shumë mirë, kanë të qartë që jam fokusuar tek pjesa e shkollës, sepse mendoj se sa do të fokusohesh tek shkolla, nëse ke edhe një marrëdhënie, sigurisht që do përkushtim. Po ndodh që kur je në shkollë nuk të bezdisin, sa mbaron shkollën e duan kështu me magji. Po, është momenti i duhur. E keni dëgjuar apo jo, si shprehje nga familja? Tek familja ime funksionon ndryshe, domethënë, vjen një periudhë ku e shikojnë që jenë në një moshë të duhur, edhe ta japin atë lejen, domethënë që tani është koha që ti duhet të eksperimentosh, të kërkosh. Po unë për shembull jam në atë fazë ku e kam lejen time dhe tani duhet të gjej një person. Po. Po sa është mosha që ka vënë si limit familja jote? Këtë vit më thënë drejtën, tani jam 21, kështu që deri tani nuk e kishet lejuar. Jo se kishat lejuar, po ndoshta mundoheshin që të arja një lloj pjekurie, po, edhe pastaj të respektove këtë, Rina? Patjetër, po. Patjetër që po. Mirë. Keni kaluar një fund vit ndërkohë që jeni shtirur, sikur jeni mirë, po ndërkohë emocionalisht keni qenë më të rënduara për shumë arsye? Besoj që keni bërë gjasme, sikur që keni qenë mirë. Besoj që këtë gjë ne e bëjmë shumë shpesh.
gati çdo vit, domethënë. Nuk kemi persona në të rinj, sidomos i fshem ato gjëra sepse nuk duam të ngarkojmë të tjerët, mendojmë se ne jemi të fortë edhe mund t'i kalojmë vetë, domethënë, dhe kjo gjë na lodh vërtet shumë edhe nuk e di. Ndonjëherë është shumë e vështirë t'i kalosh edhe vetëm, përse ja dalim disi. Mirë, të fshehësh diçka që mos t'i rëndosh të tjerët është një gjë, por të bësh sikur ti je shumë mirë dhe ta shfaqësh këtë është një gjë tjetër. Unë personalisht i bëj të dy. Ke bërë të dyja. Po çfarë të shtyn ta bësh këtë tjetrën që të tregosh tjerëve që je shumë mirë? Prapë për t'i mbrojtur apo Nuk e di, më duket sikur i bëj dhe ata më të fortë. Nëse shikojnë që unë jam mirë. Ne e kuptoj. Po pse kjo domosdoshmëri për të treguar të tjerëve? Nuk është diçka që mund ta them ose diçka, thjesht ashtu e mendoj unë dhe ashtu e bëj. Po ti Klea? Jo, gjithashtu edhe unë njësoj, pasi unë mendoj se ndoshta duke ushtirur disi sikur jemi mirë, sikur e manifestojmë në heshtje, edhe ndoshta siç është ajo shprehja shtiru derisa ta arrish. Na sjell fat. Po. Fake it until you make it. Po, është anglisht, e kuptoj. Po, nëse futemi tek marrëdhëniet, pse marrëdhëniet janë kaq të vështira sot? Ti the që ka një lloj mënyrë sipërfaqësore të krijuarit marrëdhënieve, flasim por nuk lidhemi, ka një lloj distance emocionale sot me njerëzve, rrjetet sociale kanë dhënë kontributin e tyre negativ. Por prapë ne nuk shkëputemi nga DNA-ja jonë, pra nga natyra jonë, nga dëshira që kemi për të ndarë me dikë tjetër, gjithçka, ose ato që mundemi të ndajmë. Kështu që duam apo s'duam ne nuk e evitojmë dot këtë gjë, me gjithë koston që mund të sjellë, duke ndërtuar ndonjëherë, duke besuar, po që në fund ndërtojmë edhe raporte që nuk zgjasin. Pse kemi arritur në këtë pikë? Pse rimia ndodhet në këtë gjendje, në raporte që nuk zgjasin, që nuk ka një vlerë emocionale, që duket e vështirë sot për të lidhur realisht me dikë? Unë mendoj se që në nisje janë gjërat e paqarta, pasi tani kemi dëgjuar shumë emërtime të marrëdhënieve përveç se emri që ka lidhje, kemi dëgjuar talking stage, kemi dëgjuar situationship, kemi dëgjuar lidhje pa angazhime. Do të thonë që në fillim nuk i kanë të qarta qëllimet që ata duan. Pra, po edhe këto konceptet e marrëdhënieve të reja, të ardhura, besoj se kanë ardhur për shkak se janë zhvilluar një herë. Pra, koncepti lind mbasi ka lindur nevoja e një grupi shoqëror për të ndërtuar një raport të një natyre të tillë. Po, për këto e zbehin, mendoj se thellësinë e marrëdhënies, pasi mund të kesh situata ku ti kalon ditë, javë, muaj me një individ dhe akoma nuk e ke kuptuar se çfarë jeni. Prandaj them që ndikojnë shumë në paqartësinë e marrëdhënies. I shikoni të shpeshta këto raportet kur, për shembull, dy njerëz tonë jemi bashk, por nuk jemi bashk. Jemi bashk sepse kështu i kemi rrethanat e momentit, por pastaj nuk e dim. Është e komplikuar. Pastaj nuk kemi detyrime ndaj njëri tjetrit emocionalisht. Janë të shpeshta në repituar? Zakonisht thuhet jemi bashk për se jemi të lidhur, domethënë. Po, pa kuptim në fakt, por që kështu ndodh realisht. Po ka? Janë? Ka, unë mendoj që ka shumë. Edhe në shoqërinë time shikoj shumë të shpeshta, po. Por mendoj çfarë i çon aty? Neve të rinjve na ka humbur durimi. Dhe duke menduar që janë dy persona të cilët praktikisht nuk janë asgjë dhe në fund të ditës duhet bëhen gjithçka, kjo që do shumë durim, forcë, sakrificë. Është një lloj frike nga angazhimi dhe në momentin që një raport merr një formë serioze, dikush largohet, kështu ndodh? Në ditët e sotshme është ajo shprehje që nëse nuk është i duhuri, mos e merr mundimin, domethënë, dhe prandaj ne kemi frikë nëse kuptojmë që s'është i duhuri pa provuar. Po kështu na thon. As ne nuk e kuptojmë, prandaj jemi shumë të frikësuar të nisim diçka pa u siguruar mirë, prandaj është kjo pjesa që jemi bashkë por nuk jemi të lidhur. Sepse si fillim njohim njëri tjetrin derisa të konfirmojmë lidhjen. Dhe kjo gjë neve po na zgjat shumë muaj. Tani, se kjo ideja e të duhurit, ti mund të mendosh që ke gjetur të duhurin dhe pas 5 o 10 vitesh ndodhe dhe 20-30 e kupton që s'ka qenë i duhuri. Në kuptimin, nuk ka receta në këtë punë, por kjo apatia, pra kjo qëndruarit në mënyrë a priori, që në fillim larg, pse ka kaq frikë në brezin tuaj, për t'u angazhuar në fundit? A ka të bëjë situata ekonomike, siguria, kushtet, çfarë ndikon më shumë? Duan të rinjt sot që të kenë
një lloj statusi financiar, një lloj pavarësie, përpara se të krijojë një raport, apo s'ka lidhje kjo, thjesht nuk duan të kenë asnjë përgjegjësi? Kush rëndon më shumë? Do më pëlqente që si fillim të filloja karrierën, të kisha ato bazat e mia ekonomike dhe më pas të shkoja në një martesë. Patjetër, pse mos të kem lekët e mia në fund ditës, pse duhet të kërkoj diku tjetër, duhet të jem e pavarur. Ky është mendimi im. Po, unë besoj që më shumë ndikohemi edhe nga rastet që dëgjojmë, shumë divorce, shumë ndarje, fëmijët në mes, domethënë, dhe këto gjë nuk na pëlqen. Prandaj ndoshta ngurohemi pak për të vazhduar më tej. Po në këtë pikën independenca çfarë do të ndihmonte aty? Pse e kërkojnë kaq shumë vajzat sot të jenë të pavarura? Ose ti vetë? Për shembull, ne kemi dëgjuar shumë dhe nga mama tona që zakonisht ekonominë e mban burri i shtëpisë. Dhe gjithmonë na thoshnin që shiko, puno edhe ti kesh lekët e tua, sepse në fund të ditës sado që t'japi, nuk ke gjithkohës para në xhep që të dalin për gjithçka që ti do. Kështu që është më mirë ti kesh të tuat, edhe di vetë se si i shpenzon, se si i menaxhon, do jesh më e pavarur dhe më e qetë. Dhe do kesh mbi të gjitha lirinë për të vendosur vetë se çfarë do bësh me jetën tënde, se ndryshe do varesh nga dikush tjetër dhe nuk e ke më këtë liri. Klea, po ti si shikon këtë pjesën e pavarësisë? Unë mendoj se është shumë e rëndësishme, pasi kemi dëgjuar shumë raste ku femrat rrinë në një marrëdhënie me burrin e tyre vetëm për arsye për shembull që ekonomike, e detyruar, dhe janë kushte ekstreme për sa i përket sjelljes ose se si po shkon martesa atyre, edhe qëndrojnë me ta vetëm për këto gjëra, sepse i mungon liria, ndërsa një femër që është e pavarur edhe ka arritur diçka në jetë, sigurisht që nuk po them që në momentin e parë do largohet, por e di që e ka atë liri, e ka atë mundësi edhe nuk i mendon gjërat me atë syrin negativ. Përqendruar pak te rrjetet sociale, sepse në përgjithësi edhe ky niveli i vetmisë së fundvitit vjen shumë për shkak të, siç e tham, atij perfeksionit që serviret në rrjetet sociale, fotot e çifteve, shtëpi të bukura, familje shumë të bukura, dhe ne jemi dëshmitar që kemi parë çifte të cilat deri në momentin e fundit kanë postuar foto që tregojnë jo vetëm lumturi, por një familje perfekte, dhe të nesërmen kanë anoncuar që nuk janë më bashkë për arsye dhe rrethana që vetëm ata i dinë. I rrjetet sociale, kur shikoni, u thellojnë ndjenjën e vetmisë apo thjesht ju qartësojnë për realitetin ku jetojmë? Se duket sikur jetohet pak sot edhe për rrjetet sociale marrëdhëniet, jetohen, e keni vënë re këtë? Imazhin e bukur gjithmonë e nxjerrim, po se çfarë ndodh mbrapa kujtave, asnjëri nuk e di, po. Unë realisht nuk i besoj, nuk jam, sepse në përgjithësi dhe unë kështu shoh, domethënë që nxjerrin foto shumë të bukura dhe i dëgjon duke i bërtitur fëmijës, gruas, zënka, dhe unë nuk i besoj. Janë thjesht diçka që mjafton një like dhe ata janë të kënaqur, asgjë më shumë. Unë mendoj se individët që fokusojnë kaq shumë tek rrjetet sociale, mendoj se janë të papërmbushur me veten e tyre, pasi të ndikohesh kaq ndjeshëm nga faktorët e jashtëm, është diçka anormale, pasi është e vërtetë që askush nuk e di se çfarë ndodh brenda 4 mureve të shtëpisë së tyre, dhe të ndikohemi kaq shumë nuk e mendoj, sidomos ne të rinj që jemi në dijeni se çfarë po ndodh, nuk mendoj se ndikohemi. Ndoshta moshat më të vjetra mendoj se po i besojnë. Vetmi, në vijat përgjithshme shikoni më shumë zgjedhje apo dështim emocional? Për mua zgjedhje dhe një zgjidhje shumë e mirë. Unë të rri vetëm, Pse? Të rri vetëm më bën që të punoj me veten time dhe të jem realisht shumë më i qetë. Që kur të dal nesër një jetë, jam goxha e përgatitur. Jo se nuk qëndron ajo, po thënë nga një vajzë në këtë moshë, nuk e di, jo ma me thjesht shumë më pëlqen. eksperiencë, jo e lodhur nga raportet. Jo, por nuk e di, ashtu jam mësuar, ndoshta më pëlqen. Sepse unë kam vetëm një vëlla dhe ai është shumë i madh në moshë, domethënë dhe gjithmonë që fëmijë kam pasur këtë pjesën e të qenurit vetëm. Ashtu jam mësuar dhe për mua është shijimi i momentit, nuk është diçka që të ndjem keq ose pse jam vetëm. Nuk e shikon si dështim emocional, po për ty Edhe unë ashtu është një zgjedhje, edhe mendoj se është një zgjedhje me vendosmëri të plotë, sepse nëse do donim, sigurisht që opsionet u mungojnë. Do ta krijonit një lidhje. Tani çfarë do bëni në 2026 në objektivat?
I keni vendosur, e bërë listën? Jo, në 31 e bëj në mëngjes dhe e mbyll në darkë, kështu që. Nga mëngjesi në darkë bën Po, listën? atë bëj unë. Dhe akoma se ke menduar? Jo. Do shikoj që më ka ngelur nga ky vit, që t'i shtoj po prap tek lista e vitit tjetër. Këtë 30% që me pak fjalë. Do t'a shtosh këtë? Po, patjetër, është në prioritet këtë radhë. E ke gjitur lartë këtë vit. Shumë lartë këtë vit. Pra vitin tjetër nuk do jesh vetëm. Nuk e besoj. Mua nuk më pëlqen të bëj shumë plane, pasi dhe nuk më dalin, por që çdo gjë është e mirëpritur. Askujt nuk i dalin planet. Kështu që le t'ja lëm surprizave çfarë do na sjell 2026. Ju falenderoj shumë që ishit në program. Shumë faleminderit juve. Flas me prezantuar. Ne do të ndjekim tani një material dhe kthehemi më njëherë më pas me panelin e dytë. Qëndroni me ne. Jemi kthyer me pjesën e dytë të programit, është momenti ku ne do të thellohemi pak të analizojmë arsyet e vetmisë së fundvitit, veçanërisht tek të rinjt. Prezantoj me njëherë Doklea Hadërgjonaj, psikologe. Përshëndes, faleminderit që je në Plus 18 dhe Elsa Skënderi, pedagoge në Universitetin e Tiranës. Mirëse dhe faleminderit që je në program. Nuk e di, u patët mundësi të dëgjoni pak bisedën me vajzat. Po. 21, 22, po unë zhvilloj përtit biseda me të rinj, dhe sidomos në temat e fundvitit që kemi bërë, në planet e tyre, në objektivat, në mënyrën se si e kanë jetuar 2025-ën, shumë pak flasin për raportet. Flasin shumë pak për dashurinë. Nuk dua të ndalin tek pjesa që mund të kenë edhe familje konservatore apo komplekse etj, por duket sikur edhe nuk e kanë. Nuk e besoj që është kjo, ka shumë arsye, mendoj unë. Unë së të flasësh, ndërkohë që Elsa është pedagoge dhe ka, po dhe unë kam dhënë mësim për një kohë shumë gjatë në gjimnaz. Edhe kam hasur normalisht një edhe anën po dhe është grup moshë që është pak më delikat. Janë vërtet pak më të ndrydhur tani këto kohë të fundit. Që janë pak vetëm edhe janë apo jo? Janë bërë individualist shumë më parë. Sepse është vetë jeta është bërë e tillë. Më parë, nëse do krahasosh brezat tanë me brezat e tanishëm, është një jetë komplet ndryshe, komplet tjetër. Dikur ne, çdo gjë ishte... Ka nevojë këta të socializohen si ne? Ka nevojë, por më le ta shpjegoj. Më para ti di shumë mirë se ne kemi qenë shumë fëmijë social. Luanim para pallatit me shoqëri, dilim në mëngjes në kohën e verës dhe ktheheshim darkë, nuk e din njëri as ku ishim. Do të e dini, po paka shumë, nuk është se telefona nuk ishim. Njafton të ktheheshim në orar. Po, ktheheshim vetëm kur na merrte uria, ktheheshim në shtëpi dhe iknim prapë i copë buk në dorë jashtë. Luanim. Ndërkohë që kjo nuk konceptohet fare sot. Është komplet ndryshe. Sot dim shumë mirë që gjithë janë me telefona, të ruajtur gjatë gjithë kohës nga prindrit, ku je, ku po shkon, jashtë nuk dalim më fare, kontaktin me natyrën e kanë zero, nuk kanë fare kontakt me natyrën, kanë vetëm me televizorës bëhet fjalë, me kompjuterin, me telefonat. Dhe është një jetë e tillë që të bën dal nga dal edhe të tërheq në vetvete. Madje unë kam dhe 2 fëmijë që janë, njëri është adoleshent, tjetri është 21 vjeçare, ka kaluar adoleshencën, që rrinë me njëri tjetrin, janë afër në divane dhe shkruajnë në WhatsApp, duke folur në WhatsApp me njëri tjetrin, janë aty prezent, domethënë. Po kjo sepse s'duan që ti dëgjosh ti mbase, apo. Mund të edhe kjo, por jo, mund të edhe kjo. Por unë ndërkohë që jam njëri shumë i hapur dhe nuk e besoj që janë të intimiduar nga unë, por mendoj thjesht që përtojnë ose djalin nga njëra dhomë të shkruan më sill për shembull diçka ujë për shembull, e ka çdo gjë me kështu, jo të bërtas më sill ujin për shembull, ose të ketë kontakt si për tisim neve. Ka shumë gjëra ndryshe, ndoshta edhe mungesa e librit, se nuk lexojnë më. Apo jo, Elsa, nuk lexojnë më sot të rinjt. Edhe mungesa e librit nuk të lë që ti të shprehesh si duhet, edhe të shprehesh shumë, edhe të hap botkuptimin, të zgjeroj horizontet, janë shumë gjëra të mbledhura. Veç të individualist kemi shumë probleme të tjera. Tani, nëse shohim pak edhe me çfarë është prirja globale për këtë çështje, se pari njëherë mjafton të shohim që një ndër fjalët që u propozuat ishte dhe fjala e vitit ishte bed rotting, do me thënë që të rinjt, si me thënë kalben në shtrat, nga të qëndruarit thjesht shtrirë, pa bërë asgjë, dhe veçanërisht ata diku te 15, 16, 17 vjeçarët,
dhe që nuk ndërveprojnë me njëri tjetrin fizikisht, por të gjithë ndërveprimin e kanë online, gjithë komunikimin e kanë online. Pra, ata kanë raporte shoqërore, por nuk kanë ndërveprim. Që në të vërtetë është mënyra jone natyrshme të ndërvepruarit. E ceket pak edhe në bisedën me vajzat e ftuara këtu pak më herët. Nga ana tjetër, kjo mungesë e komunikimit të tillë ka sjellë një lloj izolimi, edhe një vështirësi edhe për të hyrë në ndërveprim fizik me njerëzit. Dhe ka rimodeluar një sër sjelljesh të rinjve, përfshirë dhe të rinj shqiptar pastaj. Dhe kjo mënyrë që dhe koha në cilën jetojmë na jep të rinjve disa referenca të sjelljes, të botë kuptimit, që janë gjithkund njësoj. Edhe sado tradicionale të jetë një shoqëri e caktuar, vëmë përballë këtij presionit me zhvillimet e kohës dhe me gjithë çfarë ndodh në botë me teknologjinë, e bëjnë të vështirë që të rinjt të kenë individualitetin e tyre, por në të gjithën këtë më shumë të ekspozuar në një farë mënyrë dhe të rrezikuar, më duket që janë ata më të vegjëlit, më të rinj, se më duket sikur humbasi një pjesë të fëmijërisë, të atyre zbavitjeve që e kanë shenjuar fëmijërinë edhe që vërtet i japin shija asaj. Tani ka kaluar në shfaqje krejtësisht të tjera, edhe diçka ka ndryshuar, por përveç kësaj, për raportet, për shembull, raportet kërkojnë një përfshirje emocionale domosdoshmërisht. Edhe raportet intime mendohet që janë në rënje, edhe janë ku e ku shumë më pak se sa që kanë qenë brezat të caktuar. Dhe ka studime që e kanë matur këtë gjë. Domethënë nuk është thjesht çështje përshtypjesh. Pra nëse shohim se çfarë na thonë edhe studimet mbi sjelljen e caktuar, vërtet përshkohet drejt një lloj diferencimi, mbylljeje brenda sferash virtuale dhe mungese e komunikimit. Si shpjegohet kjo që mosha është ulur e nisës së raporteve intime, ndërkohë që shifrat për konsistencë duket sikur ka një kuriozitet, shuhet dhe pastaj nuk din të zhvillojnë. Sepse përfshirja ose nuk zhvillohet as pak. Domethënë sipas atij studimit në fjalë edhe nuk zhvillohet. Megjithatë, dua të ndalem shumë te kjo se shkon përtej edhe fushës së ekspertizës sime, po është e qartë që të rinjt janë për herë më pak aktiv në të gjitha llojet e veprimtarive. E kujtoj këtu një bisedë një herë, o bisedë që o diçka e shkruar nga poetja, nga Rita Petro, dhe Rita thoshte kur ne ishim të rinj, shkonim në plazh, të gjithë shkonin në det, kishim garë me njëri tjetrin, kush do notonte më shumë, kush do qëndronte më shumë, ndërsa sot të gjithë të rinjt i ke në një farë mënyrë të plandosur në shezllong me celularet në duar, bëjnë ndonjë story dhe kaq, ajo është të shkuarit në det, ajo është shqefi më i madh, dhe jo të lash, ta shijosh detin, jo të bësh notë dhe kështu me radhë. Që domethënë me siguri ata shijojnë diçka te kjo, mund të kenë ato kënaqësitë e tyre, por që janë shumë ndryshe nga ato me cilat ne jemi mësuar. Jo, por dhe shihimi është pak më duket pak fallso. E ke vënë domethënë që biseda që janë në telefonat e ndërkohë që janë duke pirë diçka, shkon të reja të rinj, që në momentin që po bëjnë një story, kërcejnë, bëjnë sikur janë fan, pse kthejnë përsëri tek telefoni i tyre. Domethënë kjo është tek të gjithë, ose nëse shkon në një klub edhe i sheh. Kam shkuar, më ka rastisur shumë shpesh të shkoj me shoqe të mia, moshatare të mia, domethënë brezi 90-s. Dhe shkojmë edhe ne jemi duke u zbavitur shumë më tepër, ndërkohë që shoh vajza që janë thjesht në moshën e studentëve të mia, të cilët më rrinë, edhe kërcimi është një lloj kështu. I ngurtësuar brenda ca mbasi një lloj droje, nuk e di për të mos e tepruar, nuk e kuptoj, domethënë më duket se jashtëmi se nuk dua të bie në këtë kurthin që t'i gjykojmë, se për herë brezat e gjykojnë njëri tjetrin, dhe është sporti i preferuar, por përpiqem që ta perceptoj dhe vërtet shoh një ndryshim në sjellje. Po ti pyes të shtërinë sot si të përgjigjen direkt mirë, po nëse ti pyet më thellë, ka një tërheqje të menjëhershme. Munges ndonjëherë edhe ndërveprimi edhe verbal. Ose nuk din të shpjegojnë emocionet e tyre, sepse kjo është një marrëdhënie që ti duhet ta krijosh me veten dhe që patjetër zhvillohet duke marrë dhe duke dhënë emocione me të tjerët. Kjo pjesa mungon dhe krijohet një ngërç shumë i madh brenda tyre. Jo, po është dhe kjo ndryshimi i madh, faqe të ndërpreva, se sapo thej që pse kanë këtë frikë të rinjtë të sotshëm për të shprehur ndjenjat e tyre, për të kërcyer, për të intervepruar me njëri tjetrin. Po është dhe kjo që rrjetet sociale janë shumë përhapura tani. Dhe është frikë shumë e madhe që unë has mos bie në gjykimi, mund të bëhen pre bullizimit në TikTokut. Bullizimi është në gjendje të tmerrshme. Është i zhvilluar jashtëzakonisht shumë. Përfundon në storyt ose përhapesh në rrjetet shumë shpejt nëpër WhatsApp dhe në një rrjet shoqëror dhe pa
dashur të e kupton. Dhe risku është shumë i madh që nëse ti jep një model tjetër ndryshe nga masa, i do bullizohet dhe sa fëmijë adoleshent kanë rënë pre, madje kanë çuar masa ekstreme sa kanë vrarë veten. Si psikologe, më shumë e shikon problem psikologjik apo social? Këtë vetmin, këtë mënyrën, ndrydhjen, mënyrën si i përjetojnë emocionet e tyre dhe është problem social i cili ka më vonë shtyr në psikologjik, të kuptoj. Është më shumë vjen çdo gjë psikologjike vjen edhe nga shoqëria. Është problem shumë i lidhur. Është problem social i cili do të ka të prek psikologjikisht. Madje fëmijët janë më të prekurit nga të gjithë sepse janë shumë të ndjeshëm, janë shumë sensibël. Çdo gjë fillon e thithet duke se nuk janë të ndjeshëm, po janë njerëz zakonisht shumë ndjeshëm. Ata një fjalë, një ton, zëri, ata e përpunojnë, e analizojnë, madje më shumë se ç'duhet, imagjinojnë edhe aty ku nuk duhet të shkojë. Dhe nuk i marrin gjërat që siç janë, që të ecin, të rrjedhin. Nuk kanë mësuar me kjo është edhe me moshë që mund të aplikohet me moshën dhe ka një pjekuri emocionale më të madhe, më shumë më të mëdha dhe kjo vjen duke jetuar jetën dhe duke ndërvepruar me njerëz të tjerë. Po të rinj nuk e kanë këtë, kanë mungesë, është izolimi i cili i futur në atë babullë, në atë zonën e tyre të sigurt, sepse aty ndjen sigurt. A kemi në një rol prindrit? Kemi një rol. Për shembull, ti në shtëpinë tënde, mundesh të ndërhysh në këtë pjesë tek fëmijët e tu? Ti shikon pra mënyrën se komunikojnë. Janë pjesë e masës, se nuk bëjnë dot, sepse në fundit edhe deri diku mund të shkojmë dhe ne, nuk mund të shkosh deri diku mund të shkojmë, po duhet të shkojmë, duhet të insistojmë. Arrin dot pra flas, është e lehtë për prindrit që nuk është e lehtë. Është shumë e vështirë, por varet se si ti ke formuar lidhjet. Që fëmijët e tu bëjnë ndryshe nga moshatarët e tyre. Jo, nuk thash që bëjnë ndryshe nga moshatarët e tyre. Po ti thjesht tenton. Unë se çfarë, po thjesht tentoj, po tregoj unë se si s'ka me fëmijët e mi. Jo, ka rezultat. Unë mendoj që duhet të jesh shumë afër fëmijëve. Gjatë gjithë kohës duhet të këshillosh. Po për qetësinë edhe të bësh emergjencë nuk ka problem, apo vërtet ndikon tek ata. Ndikon. Psikologjikisht ndikon. Do fjala që ti thua edhe nëse do ta bëj të kundërtën, futet në subkonsciencën e fëmijës, do qëndroj aty, dhe kur do vi momenti i duhur për të vepruar, do ta dëgjoj fjalën tënde. Prandaj unë insistoj vazhdimisht, unë këshilloj gjatë gjithë kohës, të e kam bërë gjithë jetën time. E kam bërë jo si psikologe, e kam bërë si nën, si prind, dhe kam natyrën e tillë. Jam tolerante, jo shumë tolerante, mundohem të jem tolerante, po gjatë gjithë kohës këshilloj. Tregoj, unë kam eksperiencën e jetësime. I tregoj se si janë gjërat, i tregoj se si janë marrëdhëniet midis njerëzve. Nëse djali im ose vajza kthehen për shembull, duan të rinë shumë vonë, mbrëmjeve nuk është i them, domethënë i tërheq vëmendjen, por mundohem me takt t'ju bëj të qartë që po, pa u urdhëruar, po duke i këshilluar që është koha për të ardhur në shtëpi. Është koha sepse ata dinë shumë mirë që unë nuk flë gjumë, nëse ata nuk janë në shtëpi. Domethënë është pamundur dhe është kjo një lloj. Unë mundohem shumë që të relaksohem, të shikoj gjërat e mia, por jo, kur nuk e ka fëmijën e mi në shtëpi, më duket nuk jam rehat, nuk ndihem mirë. Plus se tani çfarë jeta është bërë mund të ka disa faktorë sepse të rinjt sot e kanë këtë frikën e përfshirjes, pra të marrëdhënies të krimit, të marrëdhënieve të raporteve. Të paktën në bisedën që bëra me vajzat, por edhe bisedat që kam bërë, ka një sër elementësh. Domethënë, çdo gjë mendojnë përveç mirëqenies emocionale, jo po dua të krijoj një pavarësi, jo po domethënë raportet, lidhjet, emocionet i barazojnë me martesën, duket sikur nuk janë të qartë. Unë mendoj se etapat jetohen ndonjëherë dhe pa seriozitetin e dur, që eksperjenca dëgjoj, unë mendoj që përtej kësaj këto janë përgjigje që a kanë frikë nga refuzimi? Jo, mendoj që thjesht ne si shoqëri nuk kemi gati që të dëgjojmë diku minus apo plus 18 vjeçare që do të flasin hapur për raportet e tyre. Për lidhjet e tyre, qoftë raporte miqësore, qoftë raporte... Mendoj që ka një drojtë të tillë. Dhe nëse vendos pak në një kontekst më të gjerë, mbasi dhe familja nuk do donte që ti të dilje në televizor dhe të flisje për si ke raportet. Dhe çfarë pret nga raportet. Kështu që përgjigjet që ty të vinë janë përgjigje tipike që ti dëgjon nga një moral i gjithë pranuar i shoqërisë dhe njerëzit të flasin të pritet se dua pavarësi ekonomike. Kjo do të thotë që
dikush nuk e ka përjetuar ndjenjën e trënit në dashuri, apo s'ka tentuar të krijojë një lidhje. Megjithatë, mungesa e raporteve unë e shoh pak më shumë edhe më shqetësuese nëse flasim për raporte sociale dhe ndërveprim. Dhe në të vërtetë lidhet me atë që e ceku pak do Klea, edhe nga përvoja dhe vërtimet e saj edhe profesionale si psikologe, që në të vërtetë të rinë prirë që të ruhen dhe të mos ekspozohen nga rreziku për shkak të kësaj brishtësisë të shtuar, se në një farë mënyre përplasjet që ty mund të vinë nga ndërveprimi me njerëz ta forcojnë karakterin edhe të bëjnë që të kesh një lloj, si më thënë, të kesh forcë për të përballur. Dashuria janë më të hapur, po thua thjesht nuk flasin, pra jo, po them që nuk është që mungojnë, thjesht nuk e kanë dëshirën apo vullnetin për t'i pranuar, edhe është e kuptueshme për mua, për t'i pranuar hapur dhe për të diskutuar për to. Ose nëse kanë probleme të krijojnë lidhje socializohen, unë mendoj se janë pak të lidhura. Po janë lidhje të shkurtra tani, nuk janë lidhje të mund të jenë të lidhura, po nuk është e natyrshme për një adoleshent apo për një të ri fare të ri të flasë për plane për martesë në këtë kohë. Se ti mjafton të shohësh, domethënë, mjafton të shohësh statistikat për se si është niveli i martesave. Statistikat i kemi vetëm me darkë. Se si është niveli i lidhjes në martesa krahasuar me 5 apo 10 vite më parë, që ti e kupton që nuk është ky ideali jetësor i të rinjve sot. Jo, është një gjë tjetër, po mund të jetë në të vërtetë rritja në karrierë, një lloj pavarësie. Mi padyshim, por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë raporte fare, apo ju ikin atyre, por përgjithsisht ndërveprojnë më pak, përfshirë dhe me prindrit e tyre. Do me thënë, kemi zhvilluar takime me mësues të gjuhës edhe të letërsisë nëpër gjimnaze, dhe na thoshin që fëmijët kanë vështirësi, adoleshentët, gjimnazistët kanë vështirësi për të folur shqip ndonjëherë. Dhe na vinë në klasë dhe na thonë, zysha ti e kupton që unë shqip vetëm me ty flas, sepse në shtëpi nuk ka ndërveprim. Ne flasim dhe mendojmë një prind të përgjegjshëm edhe të vetëdijshëm për sa i rëndësishëm është ndërveprimi si do Klea, për shembull që përpiqet edhe i thyt fëmijët e tyre, fëmijët e saj shkon edhe ju flet vazhdimisht, kërkon që të ruaj komunikimin, por ke plot të tjerë që nëse fëmia mbyllet në celular dhe prindi të bëjë të njëjtën gjë dhe ti nuk ke thuajse as pak ndërveprim mes tyre dhe ke shumë pak komunikim. Dhe kjo pastaj çonte jo vetëm barriera në ndërveprim edhe mungesë besimi për të krijuar raporte, se ato raportet që ti ke jashtë shtëpisë janë një lloj reflektimi atyre raporteve ndërnjerëzore që ke pasur brenda shtëpisë, dhe pastaj edhe të gjitha ato problemet e tjera që lidhen me komunikimin, një lloj ngarkese psikologjike dhe kështu me radhë. Kështu që janë të lidhur, andaj komunikimi është kyç dhe shumë i rëndësishëm edhe në shtëpi dhe nis që aty. Prindrit kanë përgjegjësi. Ka ndryshuar koncepti i dashurisë tek të rinjt sot? E shohin ata siç shihet dikur? Ka ndryshuar sepse sot është shumë e lehtë të lidhesh dhe shumë e lehtë të ndahesh. Lidhesh në Instagram, lidhesh se Facebook se përdorim, në TikTok, dhe ndahesh po aty, për një fjalë goje, blok. Kjo është ndarja, dhe që blokohem, blok. Shumë e bukur kjo ndarja blok, se kësha menduar. Po, kështu është ndarja sot blok. Unë kam për rast nisur që se bëjtë unë mbledhjet e mia, grupimet e mia me adoleshentë dhe duke biseduar me ta, edhe unë i kam pyetur shpesh, sepse marrëdhëniet normal të dashurisë janë ato të fillimit që janë të unë i pyes shpesh, domethënë si e mendojnë dashurinë. Dashuria nuk është që e merr shumë seriozisht të gjë. Gjithë e mendojnë diçka kalimtare që duhet ta provojnë, një tip eksperiencë, që duhet ta provojnë, jo afat gjatë, sa më afat shkurtër, dhe që të mos ta di askush se më ka janë lidhur, siç ishte sepse janë në mendjen e tyre janë të qartë që nuk do të vazhdojnë me atë person. Do më thënë e ka ndarë mendjen akoma pa nisur se si do shkoj raporti. Po, lidhen me idenë që do ndahen, do më thënë. Dhe nuk mund të kesh ndjerë në thella. Në një lloj mënyre është një lloj realizmi, që redisi me këm në tokë, se nëse je 17 dhe 18 vjeç, mund të kuptosh që ofrit se jetë shumë e gjatë. Akoma pa nisur ta mendosh mbyllje, nuk më duket fare. Po pra, po është bukur të biesh në dashuri dhe mos të ajo ndjenja dashurisë që kemi pasur dikur, që mendojnë do përfundonim gjithmonë me atë person, ishte idealizohet. Ideali prave dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Ishte romantike, ndoshta edhe nga librat që edhe shkënjimet ishin më të bukura, se ishin më të thella. Po sigurisht. Në situata të tilla. Po sot edhe ndarjet janë po kaq lehta, po më ndihmshme. Sot ndarjet janë blok, po them fare, nuk e kupton domethënë në momentin që po bëhet në mënyrë të shpejtë, si është ndjesia e vuajnë. Adoleshentë, ndjesia është kalimtare. Edhe ndarjes. Do më thënë, ose nuk është vuajtja është 3 ditë. Shumë ma kanë thënë tekstualisht. Shumë adoleshentë. I kam pyetur, pyetja ishte e tillë, nëse
kur keni pasur ndarje, sa shumë e keni vuajtur, si ka që 3 ditë pas e kaloi. Kjo ishte mosha e vajzave 17-16 vjeçare. Dhe ndërsa djem nuk dëshiron të flasin për këtë gjë. Kur I pyet, nuk të japin. Jo, nuk të japin informacion. Thjesht e kalojnë me të qeshur. Pastaj sikur e marrin më seriozisht të gjë, po thon 3 ditë është dhe pastaj do gjej dikë tjetër. Ndërkohë që ka qenë ndryshe shumë më para. Se vëllai krahasimi I brezave, por është ndryshe. Çdo gjë, I vetëm këtu, çdo gjë është ndryshe. Tani çdo gjë është endorfin, dopamin, është emocion, është adrenalin, çdo gjë duan ta marrin më një herë, të menjëhershme. Po kjo sepse ka një ndërgjegjësim të madh për vlerën që ka liria, të qenurit vetëm, pra të qenit I lirë, apo thjesht është ndikim I rrethanave sociale, rrjeteve sociale, mënyrës si jetohet sot, sepse duket sikur s'ka rëndësi, po edhe videot që shohin ato janë shumë të shkurtra. Vajza ime është vërtet 7 vjeç, po ajo nuk ka durim të shkojë një film nga fillimi në fund. Një film për fëmijë. Po kur do mbaroj? Po kjo skena sa I gjatë që qen ka, do të thënë, ndikojnë të gjitha këto. Është vërtet dëshirë për liri apo thjesht një tempizëm frenetik I çdo gjëje që është shpejt që serviret sot, online edhe jo online? Janë të dyja bashkë. Është dëshira për të shpalosur individualitetin tënd, është edhe gjëja që ti je një pjesë e një sistemi të caktuar, një shoqërie të caktuar, e cila funksionon në këtë mënyrë dhe do përfshihesh në këtë mënyrë. Ne dhe vetë jemi përfshirë në këtë gjë. Para ca kohësh po shikoja një film në televizor dhe më para e nisa dhe mbaroja duke e parë, tani pa kapur telefonin 20 herë, domethënë nuk e mbarova filmin. Çfarë tregon kjo? Duke analizuar veten time, tregon që do vazhdimisht të dish çfarë po ndodh. Në kurioziteti është lajmi është ti merr lajmin në sekond, e merr në Instagram, e merr në rrjetet sociale, e merr shumë shpejt dhe nuk ke durimin e duhur që ta bësh diçka që më parë kishe durimin e duhur ta bëje. Domethënë është tani jeta është bërë e tillë dhe është diçka që nuk mund të ndryshojë, madje do avancojë dhe do jetë më frenetike. Deri në momentin, unë mendoj, do jetë deri në momentin që njerëzit ta kuptojnë që duhet të rikthehen bazave të çfarë më rëndësishme. Po thoya vajzat pak më parë që po bisedonin këtu, ti pyetet çfarë kishin vendosur, domethënë kush ishte lista e gjërave që do bënin për vitin e ri që kishin menduar, dhe asnjëherë për tyre nuk tha të jem mirë me shëndet. Ndërkohë që unë tani... Se mbas e marrin të mirë qenë. E marrin të mirë qenë. Po këtë pikë kemi marrë dhe ne. Dhe mbas e marrim, ndoshta ende dhe tani. Nuk e mendon fare këtë. Vjen më vonë të ndërgjegjësimi. Atë do të dalë aty. Janë ca gjëra domethënë që me moshën ka prioritete tjera, ka prioritete karriera, paraja, liria ka prioritet gjithmonë, po suksesi. Ndërkohë që me kalimin e kohës rritesh emocionalisht, rritesh dhe kupton që sa rëndësishme janë mbledhja me familjen, këto festat e fundit të fare që nuk është vetëm drita, festa, pema, është bashkimi I familjes, është të qenurit bashk, të qenit prezent, të kaluar kohë bashk, komunikimi. Kjo është e bukura. Dëshirë bisedosh, të flasësh, të pyesësh, të marrësh emocione, të japësh. Kjo është gjithë kuptimi një feste, po të rinjt nuk e shikojnë sot. Nuk e shikojnë ashtu, por shëndeti është gjëja mendor dhe fizik është gjëja më rëndësishme. Dhe shëndeti mendor duhet të fokusohen të gjithë dhe të kenë sa më shumë të marrë prioritet, sa më shumë, sepse dikon në çdo aspekt jetës. Dikon dhe tek ai fizik. Duket sikur sot flitet më shumë, po unë të paktën në programet që I kam dedikuar dhe në bisedat që kam bërë me të rinjt, shoh ende tabu tek shëndeti mendor. Pra ka ndryshuar. Ka ndryshuar, po ende nuk flitet. Ka ndryshuar pranimi atyre që mund të kenë probleme të shëndetit mendor ose që janë fëmijë me aftësi ndryshe, domethënë fëmijët janë shumë më pranues sepse I kanë gjithkund të pranishëm, o në klasët paralele ose në shkollë, kështu që në një farë mënyre dashje pa dashje kemi një lloj edukimi të mënyrës se si duhet të sillemi me ta, dhe një lloj pranimi më I thjeshtë se sa ç'mund të ketë qenë vite më parë, por nga ana tjetër ka një lloj vështirësie për të folur për probleme që vetë individi mund t'i përjetojë, që vetë I riu apo e reja I përjeton, edhe kjo lidhet me gjithë këto të tjerat me vështirësinë për të komunikuar, e cila reflektohet edhe aty. Por që
Mendoj që në këtë kohën të mbushur me informacion, e rëndësishme është që edhe për këto çështje që janë problematike dhe duhet që të kemi sa më shumë informacion, ne kemi aftësinë edhe mundësinë që t'i marrim këto informacione. Do me thënë, ka një lloj vetëdijësimi më të madh se ç'mund të ketë pasur më parë, qoftë për problemet caktuar të shëndetit mendor, që ndonjëherë shkon deri në akte ekstremi sa të rinj, ndonjëherë marrin edhe përsipër që të vetë diagnostikohen edhe të thonë shikoj se unë mbase nga që unë s'kam durim dhe nuk ridot në një vend, mos kam ndonjë ADHD. Do me thënë, të gjitha këto aspekte na flasim për një anë që nuk është thjesht problematike, e të pasurit ka shumë informacion, ka dhe një anë të mirë në gjithë këtë çështje, që është të qenit i informuar për... Ka mbaruar kohë, por përpara se ta mbyllim, kam vënë re që të paktën rinia këtu me rinin kudo në botë ka shumë përbashkëta dhe kjo fal edhe rrjeteve sociale, internetit, fakti që tashmë jemi bërë një botë shumë e vogël. Ajo që kam vënë re që është ndryshe, janë këto aplikacionet e njohjeve online. Pra nëse në Amerikë dëgjon shumë Tinder ose aplikacionet ku njihen të rinjtë dhe jo edhe të rriturit, në Shqipëri sikur nuk janë kaq popullore. Kemi tezet halla, dahet dhe Jo, është vërtet nuk është... Jo, kishte batut. Nuk funksionojnë. Jo, nuk është se kam parë dhe unë nuk kemi interesuar, por nuk është se kam parë. Është vetëm një gjë që më ka bërë përshtypje që nuk e shoh reflektuar. Jo, kemi dallim të tjerë. Ose mund ta kemë mungesë informacioni. Ma merr mendja mua që i kompensojmë me Instagram, jemi më ekonomik në këtë pikpamje. I shfrytëzojmë deri në fund ato aq sa kemi, mund të jetë në Instagram apo në Snapchat që përdoren më tepër edhe për synimet të tilla. Domethënë është një lloj tregu i madh dhe të gjithë ju shkruajnë të gjithëve. Nëse ju do të vi një iri në studion tënde, do të kërkoj ndihmë dhe do të thotë që janë vetëm s'di si ta ndryshoj këtë status. Çfarë këshille do t'i japësh për ta mbyllur? Do t'i thoja që të gjente së pari të njëjtë veten e vet, të dinë çfarë dëshironte nga vetja vet dhe pas ta kuptonte që ai vet është një gjë e plotë dhe nuk ka nevojë të plotësohet nga askush tjetër. Dhe në momentin që ta kuptoj këtë, është i pjekur emocionalisht të gjej dikë tjetër dhe këtë ta gjej në ambiente ku në palestër, në një supermarket, në ambiente të përshtatshme dhe të shëndetshme. Ju falenderoj shumë që ishit në program, ju uroj dhe një vit të mbarë, sepse tashmë duket se u mbyll edhe Faleminderit, vit të mbarë për ju. Shumë kënaqësi. Ne kemi mbërritur në fund, puntata e fundit për këtë vit është nesër. Mirupafshim, kalofshi mirë.